Zoti Limaj kanë qenë jashtëzakonisht konstruktiv për t'i dhënë Kosovës mundësi dhe për të bërë më të mirën për qytetarët e Kosovës, por kjo çështje nuk ka ndodhur. Dhe si rezultat i gjithë kësaj kohe dhe i pagadishmërisë së lëvizjes vetëvendosje dhe vetë zotit Kurti, nuk është arritur një gjë e tillë që tani më pothuajse si rezultat i kësaj situate jo serioze të parë nga lëvizja vetëvendosje, kemi ardhur edhe në një gjendje të tillë. Nisma nuk do të marrë pjesë në seancën sot në orën 11 dhe arsyet pse Nisma nuk merr pjesë janë tepër kuptimplota. Është seancë e thirrur jashtë rregullave ligjore, nuk i plotson rregullat e punës së kuvendit dhe sigurisht që një gjë e tillë e një çështje kaq e rëndësishme siç është buxheti të bie ndesh edhe me rregulloren e punës, edhe me ligjet në fuqi, Nisma nuk ka vot për këtë pjesë. Ka Nisma vot në seancën e orës 14 për mandatarin e ri të Bashkisë. Dëgjoj, nëse dikush ose një subjekt politik shqiptar në Kosovë i ka dhënë mundësi të bashkëpunimit lëvizjes vetëvendosje për të pas edhe kuvendin e konstituar edhe qeverin, është i vetmi subjekt politik që quhet Nisma. Dhe nëse dikush ka bërë thirrje vazhdueshëm që të kemi unifikim e unitet e të ulemi bashkë të bisedojmë për të bërë zgjidhje e për t'i dhënë Kosovës institucione.